Dashur nxënës të klasës së 5, ju jeni më të veçlit që bëheni, për herë të parë, për ju, pjesë e sistemit të provimeve. Provime që pastaj do t'i keni për gjithë jetën. E kam këtë mesazh sot për ju, për t'ju uruar suksese në këtë provim simbol që nis ciklin e shumë provimeve me të cilat do të esin në jetë. Por duhet të kuptojmë se është i vetmi sistemi drejt që njohim deri tani për të matur dijet tuaja edhe për të marrë gjithë secili notën dhe meritën që i takon. Jeni mbi 27.000 nxënës që testoni sot dijet tuaja dhe në vazhdim në gjuhë shqipe, në matematikë dhe në diturinë atyre. Pikët me të cilat ju do të vlerësoheni do të na tregojnë edhe juve, edhe ne, mësuesve, dhe do të na shërbejnë për të analizuar anët e forta, edhe çfarë duhet përmirësojmë në procesin e mësimdhënies, por edhe për të orientuar më mirë gjithë punën tonë drejt cilësisë së arsimit parauniversitar. Për ju, por jo vetëm për ju, por edhe për ata që do të vinë në bankat e shkollës pas jush. Suksese të gjithëve, juve, suksese edhe mësuesve, që i keni pranë në çdo hap dhe kanë bërë gjithë provat bashkë me ju që ju të dilni sa më mirë sot. Unë dua të falenderoj me gjithë zemër dhe prindrit tuaj, të cilët ju ndjekin çdo ditë, kanë emocionin e provimit tuaj të parë dhe unë jam e bindur që ju do të dilni shumë mirë, sepse jeni më të mirë